Allahu vendos se si ajo krijesë të jetoj, se si ajo krijesë me çfarë ligje të jetoj, dhe se si domethënë të rregulloj jetën e tij, pra me që ai është krijuesi, ai është edhe ligjvënësi, Allahu subhanahu wa taala, sepse ai e di se cili ligj, cila urdhëresë edhe cila ndalesë është më e mirë për të. Thot Allahu subhanahu, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Thot a nuk e di ai cili ka kriju dhe është i gjithdijshëm? Do të thonë, qysh ai i cili ka sjell njeriu në ekzistencë nuk e di cili ligj është më i miri për të, ai i cili ka sjell njeriu në ekzistencë nuk e di se cila punë i bandam, edhe cila do ta përmbushte, cila do ta lumturonte, edhe cila do ta mironte. Prandaj domethënë ligjet e Allahut subhanahu wa taala dhe vendimet e tij janë absolute. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allahu vendos për diçka dhe kurkush nuk vendos pas Allahut subhanahu wa taala. Ligjin e Allahut askush nuk mundet me sfidu. Çfarë përcakton Allahu, çfarë përcakton Allahu të jetë halal, ajo ngelet halal. Çka përcakton Allahu të jetë haram, ajo ngelet haram. Kështu që këto janë përcaktimet e Allahut dhe vendimet e Allahut janë plotësisht të drejta. Thot Allahu subhanahu, "Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin." Vendimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu e përcakton me drejt një diçka dhe Allahu përcakton më së miri dhe kërkush nuk përcakton më mirë se Allahu subhanahu wa taala. Kështu që duke qenë ne robër të Allahut, duke qenë në krijesat të tij, ne domethënë nuk kemi drejt të vëmë ndonjë pikpyetje për caktimin e Allahut subhanahu wa taala, ai na ka krijuar dhe ai na i përcakton ligjet, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Thot Allah subhanahu, ai nuk pyetet për çfarë bën, po të tjerët pyeten. Krijesat e tij domethënë pyeten nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ne nuk kemi drejt me pyeten për atë çka nuk na takon, mirë po kemi të drejtë të hulumtojmë dhe të gjurmojmë edhe të mendojmë rreth urtësive të Allahut. Domethënë, Allahu na ka bënë një punë haram, na kemi drejt me hulumtu dhe me gjurmu për me kuptue urtësim se Allahu e ka bërë haram. Thjesht me kuptu, jo për tu, jo që kemi domethënë të drejt me pranua po jo. Domethënë ajo që neve na takon mirë nështu Allahu dhe nuk ka domethënë vendim pas vendimit të Allahu subhanahu wa taala.